Zoran Mamdani bëhet kryebashkiaku I parë musliman I qytetit. Zoran Mamdani është zgjedhur kryebashkiaku I ri I qytetit të New Yorkut, 34 vjeçari I cili përshkruan veten si makti më I keq I Trumpit, fitoi 60% të votave, duke shënuar një fitore të madhe për krahun progresiv të Partisë Demokratike. Fitoria e Mamdanit shënon ngritjen e një vale të re politikanësh progresiv në Shtetet e Bashkuar në një kohë kur demokratët duken thellësisht të ndarë se si të merren me Donald Trumpin në mandatin e tij të dytë. Mamdani nga Azia Jugore konsiderohet si një nga aktivistët më të përkushtuar dhe ka mbrojtur masa radikale si transporti falas në autobus, kujdesi universal për fëmijët dhe ngritja e qeras për banesat e rregulluara me qera të financuara nga taksat e rritura për të pasurit. Fitoria e tij zgjedhore vjen pas një fushate shumë të polarizuar. Kryetari I Bashkisë në largim, Eric Adams, vendosi të kandidonte si I pavarur pas një skandali korrupsioni që tronditi administratën e tij, ndërsa ish guvernatori I New Yorkut, Andrew Cuomo, u përpoq të rikthehej politikisht duke kandiduar për nominimin demokrat. Megjithatë, Mamdani, një politikan relativisht I panjohur, arriti të fitonte papritur nominimin duke përsëritur humbjen e Cuomos në zgjedhjet e përgjithshme. Donald Trump në prag të zgjedhjeve e quajti Mamdanin një komunist dhe duke paremëruar se ai do sillte katastrofë në New York, duke u bërë thirrje mbështetësve të kandidatit republikan Curtis Silva të mbështesin Cuomon për të parandaluar fitoren e socialistit demokrat. Pavarësisht apeleve të tij, Mamdani fitoi me një diferencë të madhe. Fitoria e tij shënon një moment historik. Ai do të jetë kryetari I parë musliman I Bashkisë së New Yorkut, I pari nga Azia Jugore që mban këtë detyrë të një nga kryetarët më të rinj të bashkisë në historinë e qytetit. Ngritja e tij politike ka qenë e shpejtë në një antar 3 mandatash I Asamblesë së Shtetit të New Yorkut në qendër politikës kombëtare vetëm në një vit.